Mes përqafimesh dhe buqetash me lule, mësuesit e Akademisë së Kuranit Hifdh Kids mirëpritën rreth 80 nxënësit e tyre në iftarin e organizuar së bashku. Mbrëmja e sotme ishte një festë e dyfisht, pasi përveç atmosferës së Ramazanit, ajo përkoi edhe me ditën e mësuesit, duke e bërë takimin plot emocione. Pas thirrjes së ezanit, iftari u hap me duan e përbashkët, ndërsa më pas programi vazhdoi me lexim nga Kurani. O Allah, për ty kam agjeruar, në ty kam besuar, tek ti jam mbështetur, dhe me furnizimin tënd po bëj iftar. Amin. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Ky iftar tashmë tradicional mbledh çdo vit nxënësit dhe mësueset për të ndarë së bashku momente të bukura të Ramazanit. Organizimi i iftarit të përbashkët me nxënësit e Akademisë së Kuranit është një aktivitet që tashmë është bërë një traditë e bukur, të cilën e realizojmë çdo vit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe këtë vit, u mboshëm në një atmosferë të ngrohtë islame për të forcuar ndjenjen e besimit dhe solidaritetit me njëri tjetrin në një sofër të përbashkët. Na gëzon fakti që shumë prej fëmijëve ka vite që agjerojnë, disa agjerojnë për herë të parë, e të tjerë të vegjël janë me agjerim disa orësh, gjë që tregon për përkushtimin dhe dashurinë e tyre për vlerat e Ramazanit dhe edukatën e bukur që përndërtojnë që në moshë të ri. Mësueset përcollën edhe mesazhe për nxënësit. Ky organizim është një nga momentet më të veçanta të cilat i realizojmë për gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, sepse na bën të shohim më afër frytin e punës dhe përkushtimin e nxënësve. Mesazhi ynë i sotëm për nxënësit tonë të artë ishte që përveç që do të jenë prej atyre që do ta mbajnë Kur'anin të gjallë në zemrat dhe gjoksat e tyre përmendësh, të jenë prej atyre që çdo ligj dhe çdo vlerë islame të mundohen ta shoqërojnë në çdo hap të jetës, sepse vetëm në këtë formë ata do të ngriten si shoqëri, do të jenë krenaria e prindërve dhe shëmbulltyra e umetit. Ndërsa të voglat e akademisë ndan përshtypjet e tyre për përjetimin e këtij muaji të bekuar. Për Ramazan shumë jam e gëzuar që u ardh. Unë kam agjeruar çdo ditë. Jam kënaqur shumë që kena mojt iftarin bashkë me mësuesit e Kuranit edhe me vajzat. Sot kam agjeruar disa orë. Sot jam e gëzuar që kam ardhur te mësuesit e Kuranit. Sot kam kaluar shumë mirë dhe kam agjeruar. Unë isha shumë e gëzuar se moti nuk I kam parë mësuesit tona të dashura. Buzëqeshjet dhe gëzimi në fytyrat e nxënësve treguan më së miri se kjo mbrëmje ishte më shumë se një iftar, ishte një kujtim I bukur I Ramazanit. Lire, me ju në çdo iftar.